Ndërkohë Bashkimi Evropian vjen të mbetet i përçarë sa i përket një kredie që të duhet jepet në mënyrë që Ukraina të mos falimentojë. Fondi Monetar Ndërkombëtar vlerëson se Ukraina apo kievi zyrtar do të ketë nevojë për një total prej 137 miliardë eurosh në vitet 2026 dhe 2027. Video që po shihni në këto momente e publikuar në rrjetin social X tregon qëndrimet e njësër zyrtarëve evropian që thonë se paratë e Rusisë do duhet përdoren për të financuar Ukrainën. Bëhet fjalë për asetet e ngrira ruse, të cilat arrin një total vlere prej 210 miliardë euro. Duhet të nënshkruhet një kredi riparimi ndaj të cilës kundër janë Hungaria, Slovakia, Italia, Çekia, Malta, por mbi të gjitha Belgjika, që thotë se diçka e tillë do të vendoste Bashkimin Evropian në një aktivitet kriminal duke vjedhur kështu fondet e Rusisë, çështje kjo e cila pas përfundimit të luftës mund të përfundojë në një tribunal ndërkombëtar. Një tjetër opsion i diskutuar në tryezën e negociatave për cilën nuk ka ende dakordsi është edhe një plan B ku diskutohet për të mbledhur paratë në tregjet ndërkombëtare në mënyrë të ngjashme se si u mbështet një kredi e madhe për shkak të Covid-19, por diçka e tillë do të kërkonte miratimin e 27 vendeve anëtare të Unionit, ku Hungaria dhe Slovakia janë dukshëm qartazi kundër këtij plani, ndërkohë që plani për një kredi bazuar në asetet e ngrira ruse do të ishte një plan i cili do të kërkonte miratimin e 2/3 të vendeve të Bashkimit Evropian dhe kryesorët si Franca, Gjermania apo qoftë edhe vendet të tjera kanë qenë dakord për këtë plan, duke insistuar se Rusia duhet paguaj sigurisht për dëmin që i ka shkaktuar Ukrainës. Ndërkohë